Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun xhalla wa ala që të na udhëzon në rrugën e drejtë, na jap stabilitet dhe qëndrueshmëri deri në takimin me të. Në salavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po takohemi edhe sot me lenin Allahut azza wa jall për të vazhduar mëtutja me temën që e kemi filluar kohë më parë në lidhje me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Edhe sot me lenin Allahut xhalla xhelaluhu do të vazhdojmë me një prej emrave të bukur të Allahut xhalla wala, i cili shpresojmë që do të ndikon në përmirësimin e gjendjes tonë, në njohjen më të thukt të Zotit xhallahu ala, njohje e cila do të na mundëson që të përmirësojmë adhurimet tona, të përmirësojmë kuptimet tona, të rregullojmë jetën tonë këtë botë dhe të sigurojmë me lenin Allah xhallahu ala një jetë më të mirë vetes tonë në botën e ardhshme. E kemi përmendur disa herë dhe nderuar se emrat e Allahut azza wa jall aludojnë në kuptime të ndryshme. Disa emrat Allahut azza wa jall aludojnë në falën e tij, e disa në fuqinë e tij, e kështu me radhë sikur që kemi përmendur në takimet e kaluara. Nëse emri i cili do të flasim sot për të është një emër i cili aludimi i tij kryesor është dashuria ndaj Allahut azza wa jall. Nga se ne kemi nevojë që vazhdimisht të trokasim këtë derë, që të na shtohet dashuria ndaj Allahut te bareke ve teala, dashuria e cila është përtej kuptimeve tona të ngushta të dashurisë, sikurse kemi përmend. Një dashuri e cila padyshim i flak të gjitha hamendjet në këtë rrugë. Një dashuri e cila i jap kuptim adhurimeve dhe me kënaqësi ato kryhen, dhe një dashuri e cila na ndihmon të kalojmë me lehtësi sprova dhe sfidat e kësaj jete. Kjo është dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. Po nuk kemi mundësi ta dojmë Allahun te bareke ve teala këtë dashuri të kërkuar pa e njohur atë. Nga se vetëm njohja e Allahut garanton dashurinë ndaj tij. Për këtë arsye ky emër që sot do të flasim për të është prej emrave të Allahut xhallahu ala, i cili krahas aludimeve të tjera, nuk e mohojmë se aludon në aspekte të tjera, por aludimi i tij kryesor është shtimi i dashurisë ndaj Allahut xhallahu ala, që Allahun ta dojmë më tepër dhe të jemi më të lidhur me të. Fjala është për emrin Allahut El-Wahhab, i cili është emër i njohur për neve dhe është një emër i cili është përmend edhe në Kur'an, fjalët e Allahut xhallahu ala, dhe ka argumente të ndryshme që pohojnë sikur do ta përmendin se ky emër i takon Allahut azza wa jall. Para se të kalojmë tek kuptimi i këtij emri dhe ndikimi i këtij emri, disa fjalë rreth kuptimit gjuhësor të rënjes së këtij emri, për të kuptuar se në çfarë drejtimi do të shkon edhe kuptimi i këtij emri në raport me Allahun azza wa jall. Emri Allahut El-Wahhab rrjedh për fjalës wahaba yahibu në gjuhën arabe, që kuptimet e kësaj foljeje sillen rreth dhënjes, dhuratës, mirësisë në përgjithësi. Prandaj kur dikujt i jep dhurat me kuptim të caktuar, sikur ta përmendin arabisht, i thonë hibe, që është pikërisht prej rrënjes së kësaj fjale. Prandaj në gjuhën arabe foljet që përdoren për të dhënë dikujt diç janë të ndryshme. Dhe varësisht nga lloji i dhënjes merr edhe emrin. Për shembull, ne kur themi i kam dhënë këtij diç, nuk e dim për llojin e dhënjes. A ka qenë dhënje e pa dëshirë, a ka qenë dhënje si kompenzim, çfarë lloj dhënje ka qenë? Nëse në gjuhën arabe, për shkak se është gjuhë e pasur, çdo lloj dhënje dhe motivi që e ka nxitur këtë dhënje përdoret me folje të caktuar. Prandaj, në qoftë se këtë kemi parasysh, atëherë folja wahaba, që prej saj vije emri Allahut Wahhab, është një dhënje që zakonisht bëhet pa kërkim kompenzimi dhe pa qëllim të caktuar. Por është thjesht dhënje e bamirësisë,
është dhënje që buron nga dashuria ndaj dikujt. Prandaj është një kategori më e lartë e dhënjes dhe mund të ndoshta ti parafrohet në gjuhën arabe, në gjuhën shqipe, mund të parafrohet kuptimi dhurat. Asi kur thua dhurat, zakonisht është diçka që është nga mirësia, edhe pse dhurata tek ne zakonisht është për shkak të një pune të mirë që dikush ta ka bërë, për shkak të një mirësie që dikush ta ka kryer dhe ti tash i dhuron diçka atij apo. Po ndoshta i parafrohet thash në disa aspekte fjala dhurat. Kjo sa i përket në aspektin gjuhësor. Vetëm, ndërsa se përket përmendjes së këtij emri në librin e Allahut Azza wa Jall, është përmendur ky emër në 3 vende. Një vend i parë është Sura Ali Imran dhe 2 herë është përmendur në surën Sad. Në surën Ali Imran është përmendur në fund të faqes së parë në ajetin numër 8, ku Allah xhallahu ala thot kur flet për besimtarët e drejtë dhe këtë do ta sqarojmë pastaj më vonë. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Zot, mos i devija dhe mos i laka zemrat tona, wa hab lana, këtu ka folja hab lana, na dhuron mëshirë nga ana jote, innaka antal wahhab, nga se ti ai i vetmi që ke mundësi të na adhurosh këtë. Ti je el-Wahhab. Dhe është përmend në 2 vende në Kur'an, tjera, thash në surën Sad, është përmend në kontekst të sqarimit të rastit të Sulejmanit alayhis salam, i cili, sikur që e dini, një ditë kërkoi që të shfaqen ose të prezantohen kuajt e bukur që ka pas, dhe duke lozur me ta dhe duke u kënaqur me ta, i ndodhi një befasi e papritur, ku sipas sqarimeve të dietarëve, namazi i kindisi ka ikur derisa ka përmendur dielli. Dhe kjo ka qenë padyshim për të diçka shumë e madhe, shumë e rëndë, dhe ka urdhëruar që të gjithë ato të largohen dhe të shkatërrohen ajo pasuri, që mos të ketë mundësi asnjëherë më pas kësaj të ndikon në dobësimin e adhurimit. E pastaj ka thonë Rabbi ighfirli, o Zot më fal për këtë që bëra, wa hab li mulkan, dhe më jap një pushtet që nuk i takon askujt pas meje, innaka antal wahhab. Dhe këtu e ka përdorur Sulejmani se fjalën Wahhab, që është një njohje e thellë e këtij pejgamberi për Allahu xhallahu ala, i cili në këtë rast i është afruar Allahut me emrin el-Wahhab. Dhe gjithashtu në surën Sad Allahu xhallahu ala përmend begatit dhe mirësitë që jep robëve të tij dhe thotë se Allah është el-Aziz edhe el-Wahhab. Dhe kjo është rasti i vetëm në Kur'an ku është kombinuar emri Allahut el-Wahhab me një emër tjetër, dhe është kombinuar me emrin el-Aziz. Andaj edhe kjo ka kuptimin e vet, se el-Aziz e kemi përmendur se është i gjithfuqishëm, ai që çdo gjë është në dorën e tij, prandaj kur duron, nuk duron nga presioni, nuk duron nga interesi, por është i fuqishëm, i panevojshëm, andaj edhe dhuron atij që don. Edhe pse kombinimi i tij me el-Aziz ka disa kuptime tjera që do të kemi nevojë me sqaruar inshallah kur flasim për ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Ndërsa i përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala, se kuptuam kuptimin gjuhësor dhe kuptuam gjithashtu edhe argumentet që dëshmojnë për saktësinë e këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala. Sa i përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala, dietarët e Islam nuk kanë shkuar larg nga kuptimi gjuhësor, përveç se duke i shtuar disa fjalë të rëndësishme që duhen të thuhen kur bëhet fjalë për Zotin e gjithësisë. Andaj disa ulema kanë thënë se el-Wahhab është ai i cili jep dhe udhëron robëve të tij mirësi të shumta pa kompenzim dhe pa ndonjë qëllim të caktuar, që i kthehet Allahut Azza wa Jall. Normalisht të gjitha ato që Allah na i dhuron kanë qëllim, por qëllimi nuk ka të bëjë me Allahun Azza wa Jall. Apo nuk ka të bëjë me Zotin xhallahu ala. A ka Allah ndonjë qëllim për veten e tij kur ne jap diçka? Nuk ka kurrë qëllimi për këtë. Për veten e tij. Ndërsa ka qëllim të caktuar për neve, po. Nëse kjo është mirësia. Prandaj edhe kuptimi i dhuratës është kur ti i jap dikujt me qëllim të caktuar që atij t'i bën mirë.
Qase çfarë kuptimi ka dhurata, nëse vetëm ja, po pa qëllim. Kjo mund të jetë e dëmshme. Gjithashtu El-Wahhab është ai i cili dhuron dhurata të cilat nuk i shkaktojnë pasoja të këqija atij që i dhurohet. Për dallim nga ajo që quhet në gjuhën arabe el-atiyya. Atiyya është dhënje. Se edhe Allahu xhallahu ala u jap. Prandaj në disa raste përmend fjala yu'ti, që jep Allahu xhallahu ala. Andaj ka dhënje që Allahu xhallahu ala u jep edhe pa besimtarëve, edhe mëkatarëve, por kjo dhënje është e dëmshme për ta. Ai ju dhuron, por kjo dhuratë nuk është në të mirën e tyre. Ndërsa kur Allahu xhallahu ala i jep dikujt me emrin e tij El-Wahhab, atëherë kjo është dhënje e cila nga të gjitha anët është e mirë për atë që është dhënë. Dhe gjithmonë do të jetë një dhuratë e mirë për të. Prandaj edhe pejgamberët e kanë thënë Allahu xhallahu ala për disa dhënie të caktuara me emrin e tij El-Wahhab. Sikur që e përmend tek Sulejmani alayhis salam, ai ka pas, i ka hap Allahu shumë, por kjo dhënie i ka shkaktuar dëme nganjëherë. Prandaj ka thënë më jap diç që s'ia pas kujt pas meje, por kësaj radhe një dhënie që më afron tek ti nuk më largon prej tij. Andaj ka përmendur emrin El-Wahhab. Prandaj është një dhënie e posaçme që e ka një kuptim të caktuar për dhënë nga dhënia e përgjithshme. Prandaj El-Wahhab është ai i cili jep dhuron robëve të tij dhurata të posaçme, të cilat nuk sjellin dëme në asnjë situatë, në asnjë rrethon atij që i jepet. Gjithashtu El-Wahhab, për kuptimin e termit El-Wahhab që i kanë përmendur dietarët është se Allahu xhallahu ala është Wahhab, dhurues i pakufishëm. Do të jap shumë, askush nuk jap si Allahu azza xal. Dhe kjo dhënje shumë kur themi, nuk kupton dy gjëra. Nuk kupton dhënje në sasi, askush nuk ka mundësi të dhuron sa mundet Allahu më dhuru, dhe kupton dhënje në lloj. Nëse njerëzit këtë botë mund të dhurojnë diç nga lloji i caktuar, por nuk mund të dhurojnë nga gjitha llojet e tjera. Apo, për shembull, a ka mundësi dikujt t'i dhuron fëmijë? S'ka mundësi me dhuru fëmijë. Në tjetër i tij. Nuk ka mundësi t'i dhuron dikujt shëndet. Nuk ka mund t'i ndihmon, por me adhuru s'ka mundësi. Andaj njerëzit kanë mundësi të dhurojnë diç dhe këtë të shumë e kufizuar, nëse ka Allahu xhallahu ala dhënia është e pa kufizuar fillimisht, dhe e dyta është gjithë përfshirëse. Prandaj El-Wahhab është ai i cili dhuron në të gjitha aspektet dhe sferat e jetës së njerëzve u nevojitet. Prandaj këto janë disa kuptime që dietarët i kanë përmendur në lidhje me emrin Allah xhallahu ala, lidhje me emrin El-Wahhab që kanë të bëjnë me Zotin xhallahu xhelaluhu. Edhe pse vetë domethënë kuptimi i këtij emri na jep me kuptu se në cilin drejtim tash duhet ne të presim ndikimin e këtij emri tek ne. Por nuk prish punë që këtij drejtimi t'ia ndihmojmë me disa pika që me lenin Allah xhallahu ala shpresoj të ndikojnë në atë që përmenda më herët, që të na shtohet dashuria ndaj Allahut azza xal dhe të na shtohet njohja për Zotin xhallahu ala lidhje me mirësi dhe begati që Allahu na jep. Ju dini vëllezëruar se i përket emrave të Allahut që flasim për dhënien e tij, na kemi marrë një prej këtyre emrave më herët, Ar-Razzaq, apo? Dhe ka edhe emra të tjerë që aludojnë në këtë pikë që Allahu jep. Por thash El-Wahhab është diç pak më e posaçme. Ndikimi i parë i këtij emri në jetën tonë të përditshme është që fillimisht besimtarit të shtohet dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. Ne kërkojmë që ky emër të bën që të na shtohet dashuria ndaj Allahut xhallahu ala kur e kuptojmë se kemi shumë begati që i gëzojmë e të cilat i kemi thjesht dhuratë nga Allahu xhallahu ala. Janë dhënje pa kompenzim. Nga se dikush mund të thotë, po Allahu azza xal na ka dhuruar gjëra dhe ne kërkohet ta falenderojmë. Dhe ky falënderim është kompenzim, apo? Jo, ky falënderim nuk është kompenzim. Por ky falënderim është mirënjohje dhe pranim i mirëfillt i begatisë. Kaq. Nga se po të ishte kompenzim,
nuk do të kishte pas këtij kthimi, pas këtij kompenzimi shpërblim se mur fund. Apo, prandaj nëse ti më jap mua diç dhe on për shembull ta dhoni dhuratë për këtë mirë që ma ke bë. Për shembull, më ke ndihmu diçka, më ke mësuar diçka, më ke udhëzuar diçka, më ke jap diçka më herët, ma ke zgjidhur një problem që kom pasur kështu më radh, dhe si pasojë kësaj ke pasur dëshirë më shpërbly me një dhuratë. Apo ose ne kom pasur dëshirë më shpërbly ty me një dhuratë. Dhe a përfundon këtu rrethi i raportit tonë këtë drejtim? Po përfundon. S'ka më asaj. Unë kam kryer një punë ndaj teje dhe ti më ke shpërbly për këtë çështje me një shpërblim që ta kam marrë mendja se është një lloj kompenzimi për atë që e kam përfituar prej teje. Dhe merr fund, s'ka më asaj asgjë. Ndërsa në raport me Allahun xhallahu ala, a përfundon? Jo. Ato që Allahu na e ka dhënë, ka kërkuar për neve që ne të jemi mirënjohës në këtë dhënje. Dhe formën e mirënjohjes nuk mund ta përcaktojmë ne. Apo nga sa ai tregon se si duhet të jemi mirënjohës. Dhe e ka kurzuar mirënjohjen tonë ndaj tij, e ka kurzuar me çfarë? Me adhurimin ndaj tij. E nëse tregojmë mirënjohës, tek atëherë fillon dhurata, dhënia dhe shpëlimi. Prandaj kjo dhënje nuk është për kompenzim. Kjo dhënje është për shpërblim atutje. Edhe më të mirë se që të ka shpërblyer ose të ka dhuruar jetën e kësaj bote. Prandaj kjo është se përkat jep pa kompenzim. Dhe jep pa qëllim, do të thotë që ne duhet kështu të kuptojmë dhuratat e Allahut azza xal, jep pa qëllim, do të nuk ka ndonjë qëllim të pushtetit. Nuk dhuron sikur se sot në kësaj bote njerëzit japin apo për të pas njerëz afër vete. Japin për të përfituar zemrat e tjerëve. Edhe pse kjo në disa raste është e pëlqyer nëse bëhet për hajër, jo për qëllime personale. Sikurse dini një nga kategoritë që lejohet u i pezëqati është për të përfituar zemrat e njerëzve që janë të nuhatshëm, ose për të zbutur armiqsinë e dikujt që ka ndaj Islamit. Por kjo ka të bëjë me interesin e fesë në përgjithësi, jo me interes personal të një personi të caktuar. Edhe pse njerëzit shumica në rasteve thash japin për interesa personale. Sallallahu alaihi wa ala se përket qenies së tij madhështore nuk i jep askujt për ndonjë qëllim që i kthehet qenies së tij, absolutisht. Por dhuron njerëzve të cilët janë të varfër, kanë nevojë për të, për të bërë mirë atyre. E shpesh ndodh që një dhuratë që Allahu xhallahu ala i jep ndokujt të bëhet shkaktare e dhuratë që ai njeri të udhëzohet, të forcohet udhëzimi i tij, të shtohet mirënjohja, apo të lehtësohet jeta, të pavarësohet nga njerëzit, që të jetë pastaj më i fuqishëm në vendimarrje, qase kur ka nevojë për tjerëve më aftir merr vendime. Allah i dhuron diç që pavarësohet në këtë drejtim. Andaj edhe qëllimi këtu ka qëllim pse jep Allahu xhallahu ala. Por qëllimi ku i kthehet? Qëllimi i kthehet atij që Allahu i ka dhënë. Apo ndokujt tjetër për njerëzve, por më rëndësi është jep pa ndonjë që të caktuar që i kthehet ky qëllim ndonjë dobie që Zoti për të pesoj. Andaj kjo është e mohuar në këtë drejtim. Pra El Wahhab dhuron pa kompenzim dhe dhuron pa qëllim. Andaj ndikimi i dytë i këtij emri tonë është pas atij të parë që është dashurinë është që dhuratat e Allahu xhallahu ala ti kuptojnë këtë kontekst. Apo në ka pa Allahu xhallahu ala thjesht pa kompenzim. Ta ka dhënë fëmijën, nuk lyp ta pagush. Apo po kërkon të edukosh këtë fëmijë që Allahun ta adhuron. Këtë ka kërkuar Allahu xhallahu ala. Prandaj edhe pejgamberi i Allahut azza kur kanë kërkuar me këtë emër El Wahhab, apo sikurse ka kërkuar Zekaria, ka kërkuar Ibrahim alayhis, kanë kërkuar shumë pejgamber me rënjen e këtij emri kanë kërkuar pe Allahut azza xal. Dhe gjitha kërkesat e pejgamberëve të dhëruar kanë qenë me qëllim të caktuar. Nuk kanë qenë vetëm sa për t'u dhënë, apo nga sa ata kanë njohur Allahun El Wahhab. Prandaj edhe Sulejmani alayhis kur ka kërkuar Rabbi habli hukman, o Zot më jap një pushtet që nuk i takon askujt pas meje. A ka qenë thjesht kjo për fuqizim të tij personal apo ka qenë pa qëllim? Qëllimi i tij ka qenë apo që të shtohet pushteti për t'ju shtuar mundësia për të instaluar ligjin e Allahut xhallahu ala në tokë. Prandaj Allah ja ka dhënë erën që të udhëton me të ka dhënë, kur kujt ja ka dhënë këtë mundësi apo. Ja kanë nështruar xhenet
dhe madje ata më rebelat, që është ata të panështruar, ata problema është i kishë në dorë ata. Ja kanë nështruar Allahu xhallahu ala kulle benna'in wa gawwas, don shejatin që ndërtojnë, shejatin që në ku marramend se ndërtojnë një pallat të madh. Nga numri dhe fuqia që kanë, wa gawwas, ata që zhyten, janë zhytur në thellësirat e detit, i kanë dhënë margaritar, Sulejman dhe ja kanë sill para vetes atë. Këto Allah ja ka nështruar, se Allah xhallahu i ka në dorë të gjithë, ku i don ja nështron. Dhe kjo si ka takuar askujt. Mirë, po ky pushtet që ka marrë Sulejmani alayhis salam, apo e që është shumë më i madh sa i mëhershmi që ka pas. Ai mëhershmi ka pas pushtet, po jo sikur se kësaj radhe. Me atë mëhershmin i ndodhi një herë që të gabon. Po tash është shumë fishu pushteti, a ka ndikuar më që të gabon? Absolutisht. Andaj ka kërkuar një pushtet i cili ka kërkuar një sundim, ka kërkuar një begati që me lejen e Allah xhallahu ala, edhe këtij shtohet lidhje me Allah xhallahu ala, por edhe e përdor në shtrimin e drejtësisë së Allahut në mes të krijesave. Gjithashtu Ibrahim alayhis salam kur ka kërkuar pe Allahut azza fëmijë ka thonë o habli min as-salihin. O Zot më dhuro, habli bi wahab. Habli min as-salihin. Më jap nga të mirët. Nëse më jap veç fëmijë, me pas fëmijë, pas është i mirë mos më jap. Shiko, kërkesë e cila ka qëllim në vete. Andaj o Zot, habli, se më thon më jap një fëmijë, kjo i bie më jap, edhe pse ndoshta kjo ka mundësi me ndiku në imanin tëm. E pse kjo ka mundësi me ndiku në raport e mia me ty, më jap. Edhe pse ndoshta ai fëmijë është rebel, është i keq, ani shkoj bilet të kam një fëmijë. A ka lipsh Ibrahim e sa? Shika folën që ka përzgjedh për të kërku dhe qëllimin që ka përmend në fund pse ka kërku. Kjo është ajo njohja që ne duhet ta kemi kur të kërkojmë nga Allahu xhallahu ala. Andaj kur Ibrahim e përdor këtë folje, hebli, më dhura me këtë kuptim. Apo që prej kësaj buren emri Al-Wahhab. Themi se e ka kërku një dhënje, sigurisht se ka më herët e kuptimi emri Al-Wahhab, ai i cili kur t'jap di që nuk dëmton dunja dhe nuk të bën sherr në ahiret. Andaj ka kërku fëmijë, por fëmijë që nuk dëmton dunja, me marranun derën dhe autoritetin, dhe një fëmijë që nuk më prish raport me ty për ahiret. Kjo për mua fillimisht. Por edhe për te, kjo heb mu. Apo kjo dhurat, kjo dhënie tjetër për mua e dobishme. Në këtë botë dhe botën, por edhe vetë dhurata që fëmiu në këtë rast min as-salihin. Tjetë prej të mirëve, tjetë prej atyre që e adhurojnë Allahut azza wajel. Por Allahu i është përgjigj Ibrahimit alayhis salam, qysh ja ka dhënë Ishakun dhe ja ka dhënë Ismailin dhe për tyre ka bërë pejgamber. Apo andaj kjo është dhurata më e mirë e mundshme që ka pasur një njeri ta merr në raport me kërkesën e tij kur kërkon fëmijë apo. A ka mundësi, domthonë, të jetë një fëmijë më i mirë se me kon pejgamberi Allahut azza wajel? Nuk ka mundësi apo. Po ka ditë me lyp, ka ditë me kërku. Prandaj sa më tepër e njohim Allahun apo me emrat e tij të bukur, aq më preciz dim të kërkojmë. Se edhe me El-Ghafur, me lypi Allah xhallahu ala e merr parasysh. Apo, po nuk ta jap sikur lyp me El-Wahhab. Pra kjo është ajo që duhet dikon tek ne. Ta njohim Allahun azza xhall, njohim se na mundson që dim se si të kërkojmë për ti dhe çfarë duhet të kërkojmë për ti. Prandaj habli min as-salihin kanë kërkuar domthonjë që të jap Allahu xhallahu ala një dhurat, një dhënie e cila nuk u bën dëm dhe gjithashtu është e mirë dhe ka qëllim të caktuar në jetën e kësaj bote. Gjithashtu ka kërkuar edhe Zakaria alayhis salam. Çfarë ka kërkuar Zakaria alayhis salam kur ka kërkuar fëmijë? Ju dini se Zakaria alayhis salam nuk ka pas fëmijë kohë të gjatë dhe është provuar me këtë. Mirë po, kur ka kërkuar prej Allahut azza xhall që Allah t'i jap fëmijë, se kjo është fiku i jetës vëllazënia, kjo është sekreti i jetës. Që njëri e din pse lyp, e din çka i duhet gjithçka. Jo vetëm hajt kem çashtu. Apo kam qef me pas fëmijë shumë valla. Po hani mirë kjo, po pse? Pse ki qef? Kisha pas qef me ditë shumë. Ka disa njerëz që kanë dëshirë të, valla po kam qef me shku me buhoq. Nëse ka profesorin e vet, ka filluar me shku në fakultet caktuar, po ndoshta
një ligjëratë një hoxhi pëlqen dikon të kisha pasur thonë shumë me kalludesh. Kisha pasur me shku po mbu hoxh. Apo kisha pasur me pas pasuri të madhe. Këtu kjo rregull nëse njëti është i mirë, po pse? Pse ki qef? A din t'ja arsyetosh Allahun në kërkesën tënde, pse po ja lyp çita? Pse? Ai ta jap, nuk ka problem. Nuk kërkon raport, as nuk harxhohet nëse ta jap. Por duhet që kërkesa jonë të buran, vëllezëruar, nga dy motive ose nga dy burime. E para, kërkesën që ja bëjmë Allahut azza xal, të jetë një kërkesë e cila ka qëllim. Pse? Pse po e lyp çita? Këto s'ke nevojë të japësh raport dikujt tjetër, por në raport me Allahun xhallahu ala ta kesh të qartë pse po e kërkon. E para, dhe e dyta, kur ta kërkosh nga Allahu xhallahu ala, të dish si ta kërkosh, nga se ka mundësi me të ardh, por pastaj mos me e lut ose mos me e kryj qëllimin për cilën ti ke kërkuar. Prandaj këtu dian shumë rëndit ta dim çdo sen që kërkojmë për Allahu xhallahu ala. Thash, fëmijë, pasuri, autoritet, dituri, çka do të kërkojmë nga Allahu xhallahu ala, të dim se për çfarë po e kërkojmë. Andaj Zekaria kur kërkoi fëmijë, a kërkoi fëmijën për shkak se kishte presion nga shoqëria? Apo që ti pejgamber ti me kon burri mirë, ti fëmijë kishe pas? Apo edhe kjo ka qenë presion? Mirë po, a ishte i shtyr nga presioni për kërkuar? Ja, apëtë. A ishte i shtyr nga lakmia për ta parë fëmijën e vetë ka lunë, sikur se tjerë ti ka fëmijët e vetë? Jo, apëtë. Mirë po e ka përmend, subhanallah, një sen shumë rëndësi Zekaria në surën Maryam. Pse e ka kërku një djalë? Ka thonë, yerithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ka thonë, yerithuni, i cili më trashëgon mua. Ka kërku nga Allahu xhallahu ala të jap një fëmijë, po për çfarë arsye? Për ta trashëguar Zekarian alayhis salam. E në çka më trashëgu? A ka pas Zekaria sa pasuri të madhe, e që ka pas frikë se i humbet pasuria, e ka kërku një fëmijë që e trashëgon këtë pasuri? Absolutisht jo. A ka pas pushtet Zekaria alayhis salam, e ka pas fron mbretnor ka pas dhe ka pas dëshirë që t'ia trashëgon djalit vet këtë fron pse më marr dikush tjetër. A ka kërku për kët? Jo, apo. Çfarë ka pas Zekaria alayhis salam? E ka pas një dije për t'i udhëzuar njerëzit. E ka pas një projekt për mësimin e njerëzve. E ka pas një projekt për udhëzimin e njerëzve, apo dhe e ka pas se po plakët, po do psohet ky projekt nuk do të ketë përkras të fuqishëm. Andaj më jap një djalë që e vazhdon misionin tëm për mirësimin e masmeje. Ka qëllim. Prandaj ka përdorur fjalën habli. Më jap, më dhura, ama dhurim me qëllim. Më jap, do të thotë një dhuratë që e ka një kuptim të caktuar, s'është e pa kuptim. E shikoj sa është kemë të dhuruar fiku i pejgamberëve. Apo njohja e pejgamberëve të Allahut azhjal se si kanë kërkuar ato që krejt njerëz kërkojnë. Por është një kërkesë e posaçme në qëllim dhe në mënyrë. Kë ka bu pejgamber me dallu pe tjerëve. Dhe ata që i pasojnë pejgambert, këtu i ndjekin pejgambert kur kërkojnë. E din pse kërkojnë dhe e din si kërkojnë. E din si kërkojnë. Shikoj se ka përshtat edhe Ibrahim, hebli min as-salihin. Andaj Allah në surën Furqan, kur i përmend cilësitë e robëve të mirë të Allahut azza xal, apo e përmend edhe këtë ndikim të mësimeve të pejgamberëve tek ta njerëz. Wa ibadur rahman, robërit e të gjithë mëshirshëm janë ata të cilët tani vijojnë cilësitë. Këta. Cilësia e fundit është cila? Ata që thonë Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Këta janë robët e Allahut sinqert. Këta janë robët e Allahut devotshëm. Këta janë ata që e kanë njohur Allahun xhallahu ala. Rabbana o Zotin hab lana, shiko hab lana pi wahab. Me gjitha kuptimet e kësaj fjale, ata kanë kërkuar për Allahu xhallahu çfarë? Min azwajina. Grua apo bashkëshort, partner të jetës. Zauj është ai që bën çift, je konja, je bë çift. Kjo është zauj. Apo e çift bëhesh fillimisht me çiftin bashkëtorë, apo por çift është edhe miku yt, edhe shoku yt. Edhe fëmiu të bën çift, nuk lën me kon vet. Rabbi la tadharni fardan, ta Zekaria. Mos më lët vetëm mua zot. Wa anta khairul warithin. Apo edhe ti je trashëgimtari më i mirë.
Po unë du një tokë, një trashëgimtar që trashëgon atë që unë e kam lënë pas vetin nga dija dhe puna e mirë. Andaj tha Rabbi la tadharni fardan, o Zot mos më vetmuar. Do çka më bëj çift, me çka? Me djalë. Ai është çift me gruan, por një çift tjetër që jam çift me fëmijën tim. Andaj këta kërkuan që Allahu xhallahu ti bën çift me dikën në këtë jetë. Gruan e mirë, burrin e mirë, fëmijën e mirë, shoqën e mirë. Por pse? Çfarë po thyn? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Shiko qëllimin? A kanë lyp me ato çka duhet? Po, hab lana. E kanë kërkuar me foljen që pejsa vje fjala wahab. Andaj këto kërkesa ka ardhur me ato kuptimet e këtij emri që i përmend më herët. E cili ka qenë qëllimi? Qurrata a'yun. O Zot, na jap çift, grua, bashkëshort, edhe burr dhe gruaja kur lutet njëjtë, edhe fëmijë edhe shoqëri që na kënaqet syri duke i pa në dhërim ndaj teje. Por mos më jap fëmijë, se kjo s'ka kështu lutje mos më jap, apo? Po kur është kërkesa ndërtim caktuar, nuk kupton se në të kundërtën nuk e du. Mos më jap fëmijë që ma shkatron edhe syrin prej asaj çka e shoh. Ma shkatron edhe veshin nga ajo që ndëgjoj prej tij. Ma prish zemrën dhe jetën kur e shoh mëkatin që është duke bërë. Kështu jo. As grua kështu jo, as burr kështu jo. Andaj kërkesa e besimtarit për të martuar nuk duhet të jetë thjesht apo një shfryrje e epshit sikur se kemi thënë vazhdimisht. Nuk duhet të jetë thjesht apo një mundësi e një femre për ta pas një burr që tash më lirshëm, ndoshta apo se ngulfatur nga familja, ka raste, apo e pa kuptuar në familje kështu më radh, ose do një faqe tre tjetës dhe pa ndonjë qëllim po kërkon me pas një burr. Pse po e kërkon? Çka po duhet? Pse? Qurrata a'yun. Ose të më mëso të kem një grua që më kënaqet syri kur është duke u fal, që më kënaqet syri kur është të mbuluar, që më kënaqet syri kur është se të përmend ty, që lexon Kur'an, hin në shtëpi dhe e gjej duke lexuar Kur'an. Dal nga shtëpia dhe ndëgjoj se e ka ruajtur nderin e familjen, apo çdo situatë më kënaqet syri dhe më kënaqet veshi me të. Kjo qëllimi pse du me pas një rob, që bashkarisht me dikën që kam të afërt në jetën time të adhuroj ty o Zoti jam. Prandaj edhe kur bashkëpunojmë bashkë në këtë drejtim, sikur se kemi përmend, Allahu xhallahu ala mos tepërmi i kënaqet këtij bashkëpunimi. A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i qeshet, para mëna, Allahu i qeshet apo veprimin të një burri i cili ngritet natën me u fal dhe zgjon gruan e tij për ajo pak, ndoshta më thellë në gjumë, dhe ai merr çdo pikë ujë dhe ja gjum fytyrës dhe duke ngritur nga gjumi, apo i thotë ngritu të falemi namaz. Këti qesi Allah i qeshet, ose gruaja bën të njëjtën me burrin e saj, për ta ngritur, për ta ndihmuar. Prandaj bashkëpunimin ndër bashkëshortor apo për ta ndërtuar një shtëpi në cilën derët kënaqësia dhe rahmeti Allah xhallahu ala, ky është bashkëpunimi më i dashur që Zoti don. Për këtë arsye edhe e kanë kërkuar me heblena, apo me një dhuratë, jo vetëm me jap një grua. Qase mund të jetë dhuratë e dëmshme. Sa vëllezër musliman janë martu dhe pas martesës janë zbën finë ty natë. Apo për shkak se gruaja e tij s'ka qenë bashkëpunëtor në këtë drejtim. Për shkak se gruaja nuk ja kanë gjetur dorën që burri të jetë i devotshëm, ose edhe kundërta. Ka pas motra muslimane kanë qenë të devotshme, kanë qenë përkushtuar në adhurim të Allahut xhallahu ala. Por kur është martu, s'ka gjetur një burr të përgjithshëm për ta kryer obligimin e tij ndaj saj. Ai nëse si ka pru haram në shtëpi, po s'është kujdes kur për të. As i kanë ndihmuar në përcjelljen e ligjëratave, as i kanë ndihmuar në përmirësimin e fesë, as në njohjen e fesë. Kjo dhënie është e vërtetë, Allah ta ka dhënë, po dhënia që të ka dëmtuar, s'ka bëhar, s'ka bënë këtë dhënie. Prandaj këta rob që kanë njohur Allahun xhallahu ala kanë kërkuar këso dhënie, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun është kënaqësia dhe freskia e shpirtit që vije përmes synit apo. Apo, nga se syni është ai i cili përcjell freski në zemër, nga ajo që sheh, dhe syri mund të jetë ai që përcjell mërzi dhe dëshpërim nga ajo që sheh në zemrën e njeriu. Dhe pasoj ka thonë wahablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dhe na bë udhëheqës të devotshmëve.
E kur ka ardhur te kjo udhëheqës, të devotshëm imam e ka përdorur një njëjës. E ka përdorur një njëjës, e ka përdorur në shumës. Apo ka se më rëndësishme që ai që është i pari, apo të jetë në frymën e duhur. Kur është në frymën e duhur, kur është në menhexhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur është në rrugën e devotshmërisë, nuk është më rëndësishme pastaj kush është. Kurse një me kon që na is përpara. Apo shikoj këtë fyk të madh të lutjeve subhanallahu, edhe në folën e përdorur, edhe në mënyrën e kërkesës. A ke pa mënyra e kërkesës cila ka qenë? Fillim në shumës, pastaj kalon në njëjës. Edhe kjo bardhje nga shumës në njëjës e ka kuptimin e vet, pse janë bardh lutje kështu ata që Zoti xhallahu ala i ka mësuar se ta lutim. Prandaj ndikimi i rrallës që përmana i këtij në jetën e përditshme është të ndëruar që kërkesat tona, lutjet tona që i kemi Allah xhallahu ala, ta kuptojmë se duhet të jenë me mundësi për t'ju përgjigjur këtyre dy pyetjeve. Pse edhe domethënë si po e lyp, si po e kërkon. Ka se shumë është më rëndësishme si po e kërkon. Sigurisht tek njerëzit apo dhe Allah do ka shembull më i lartë. Mi thonë njerëz, a më bërse që ta ball kiti javë, pa edukat, apo e kom si të hap, apo pa dhënje, pa shpirt, dhënje pa dashuri, apo ka mundësi sikurse kanë kërkuar edhe arabët, beduinët, nga pejgamberi. Na jap pi mallin që ta ka qenë Zoti, ta ka baba. Apo, e ju ka pejgamberi apo, nuk ka qenë dhënë sikur të tjerëve. Apo, prandaj mënyra se si po e kërkon pe Allah azza wa jall. Apo emri që po e përdor kur po kërkon gjitha këto më rëndësi tek kuptimi i drejtë i emrit të Allahut El-Wahhab. Tjetër që dua të përmenduar është se ai që përmendëm më herët, Allahu xhallahu ala është El-Wahhab, ai që i dhuron robëve të tij dhurata të shumta, të lloj-llojshme, të panumërta. Me për dietarët e mënuar që të përmendin bazat e dhuratave. Apo bazat e dhuratave dhe pastaj çka degëzohen për këtyne shumë të tjera. Normalisht dhurata më e madhe që Allahu na ka dhënë është dini, Islami, udhëzimi. Pse këtë kemi përmendur pak tek emri Allahu El-Hadi atje, kur kemi thonë për udhëzuesin, na ka udhëzuar këtë din. Nëse kur bie fjala për dhurat në këtë drejtim tek emri Allahu El-Wahhab, padyshim se dhurata më e madhe dhën dikujt për njerëzve është të bërit pejgamber. Apo nga se njeri me qenë pejgamber i Allahut azza xal nuk vije si pasojë e mundit, nuk vije si pasojë e angazhimit, nuk vije si pasojë e mençurisë, inteligjencës, pozitës, autoritetit. Asnjë nga këto nuk varen që dikush jetë pejgamber. Është thjesht istifa. Allah i ka istifa, përzgjedhje. Allahu është ai që përzgjedh nga robët e tij kë e bën pejgamber. Mirë, kjo çka ka të bëjë me neve? Neve s'na ka përzgjedh dhe përzgjedhja ka marrë fund El-Wahhab. Apo kjo ka të bëjë shumë me neve të ndëruar. Se nëse Allahu xhallahu ala dhuratën më të madhe ja ka dhënë njërit për njerëz që është sikur se na, që kështu ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ose pejgamberët e tjerë. Ja ka dhuru edhe ka përzgjedh që të jetë pejgamber. Në kuadër të kësaj përzgjedhje, nëse neve na ka bërë pasues të tij, edhe neve na ka ndarë nga ajo dhuratë në nivel pak më të ulët, nga se dikush duhet me kon këtë nivel më të lartë. Andaj edhe ne kuptojmë këtë mirësi të Allahut xhallahu ala dhe këtë begati dhe përjetojmë këtë dhuratë që Allah e ka dhënë pejgamberit sa. Nga se i dërguari sa këtë dhuratë pejgamberllukut. A e ka rrugë që për veti dhurata e unë pejgamber. Edhe kur që di që më ka Zoti, më ka ndëruar mua me tonë, ja s'ka vogë kështu. Sa është përpjek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të gjithë njerëzit në fytyrën e tokës të përfitojnë nga kjo dhuratë. Allah i la akini pa në herë njëri që dënë dikujt më jap 1000 euro dhuratë, apo edhe edhe shuplak, apo jam shil derën këtë Allah i la që i merr. Apo se mu kur gjë njerëz s'u bën ti ai merr as i merr. Apo po më kam qeft ty me të ndonjë se ti të vin këtu, apo edhe jam shil derën. Edhe ai ja persekuton shokët, ja rrej shokët, apo s'ka qenë 1000 euro. Apo edhe ai e dëbën nga vendi ti, e kjo e pet shka që 1000 euro. Edhe kjo e shane, fyre, qka sot, kjo e pet, insistoj me 1000 euro. A keni po që si njëri që dhuron që shtun? Kur shka po? Prindi se bën këtë punë me djallën e vetëm. Se bën. Nështë obligimet i krynë, për mësme e keq, a më dhuratë s'ka. E ke pa fëmijë pak me të shqesu në qka, në shkollë mësme konë si kur që duhet, ose në rrugë, ose gjeza këtu, s'ka hedija. S'ka dhuratë. Nërsa pejgamberi sot me ka pas dhurat pejgamberllukun, apo
por se ka majtë për veti. Ka insistuar dhe ka këmbgul që të ndanë me tjertë, po thonë kushtimisht, me zarë, me dhunë. E pëse njerë se ka ndashtë, merne. Se ju nuk e dini që ka përjapin në juve. Për ne duhet kështu. Në një dhuratë që Allah na ka veçuar me te, po flasë dhuratë të dijes, dhuratë të njohjes, apo ta ndim si begati të Allah xhallahu ala që vjen nga dhurata kryesore që ka jap kujna pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pastaj të jemi edhe ne, shikoj vëllezëruar. Na kemi një hise shumë të vogël të kësaj dhurate që Allah ja ka jap pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo atje ka dhuratë më të madhe që është pejgamberluku. Pejgamberluku nuk është titull, apo jo nuk është titull, po është një pako, një dhuratë e paketuar që në brenda saj ka shumë gjëra. Njohja e Allahut, adhurimi i Allahut dhe shumë të tjera. Ati e ka këtë pako. Nga kjo pako, hala umeti është të marrë. Hala është të nëzirë. Sa njeri po uzohet e po shkanë, a i hala së pa argjohet. Na kemi marrë një hise të vogël shumë nga kjo pako. Apo? E mirë, a të bëjmë të një krasim, a e ka marrë dhuratën më të madhe dhe komplete. Dhe sa ka insistu t'ja u shpërndan këtë dhuratë tjerve. Sa ka insistu t'ja u shpërndan këtë dhuratë tjerve. Na kena marrë shumë pak për kësaj dhurate, dhe nuk bëjmë as minimumin e asaj që e ka pas shumë nga kjo dhuratë për shkak se kemi marrë pak për kësaj dhurate. Dhe duhet të vëdësohemi. Sa ka bo pejgamberi, çka i është dashur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të udhëzohet popullit i tij. Për veten e tij personalisht, ai është dashur diçka? Absolutisht kurrë. Ka sa e ka ditë. Një, që ta ka thonë, yati nabi wa laysa ma'ahu ahad. Vjen din gjykimit pejgamber, as kur s'është me te. Kur se ka nguheq. Absolutisht, kur. A ka hub ky pejgamber? Ja. Që ky pejgamber a ka dështuar misionin e tij? Ja. Ka fitu, do të dalë yawmul qiyama, thot yati nabi. Shikoni këtë shprehje, ka vjen një i dërguar. Hala ka emrin i dërguar yawmul qiyama, pse kërkon se ka me veti? Se ka zhvesh Allah nga ky titull. Je kuni pa suksesshëm si general mo. Poshtë. Si këtë botë, ti japën një dhuratë, ti japën një mision të caktuar, dështon. Nuk arrin me i bin njerëz, ta heqin titullin apo. Apo të shkarkojnë nga pozita. I dërguari sa nuk thot, "Ja ti rregull." Vjen një njeri që ka qenë pejgamber sa më të kërkosh. Apo do thotë në këtë dunjë s'ka arrit me marr kërkon me veti, ka dështuar dhe Allah xhallahu ala ka zhvesh nga kjo dhuratë. A ndodh kështu? Ja aftë. E ka përmend me titull e një që ka pas në këtë botë. Ja ti nebi. Nebi është edhe Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe Musa sallallahu alaihi wasallam, edhe Ibrahim, këtë këta mbija. Sepse thajnë pjesën e ka dhe rusul. Jo këtë këta mbija. Andaj shika, ja ka ruajtur titullin, ja ka ruajtur dhuratën, edhe pse as kush më të s'ka qenë. Pse? Nga se ai e ka bërë mundin maksimal që ta ndanë këtë dhuratë me tjerët. Ai ka bërë mundin maksimal që të tjerët të përfitojnë nga kjo mirësi. Pse njerëzit kanë qenë të preshtë dhe nuk e kanë kuptuar drejt misionin e këtij pejgamberi, nuk degradohet pejgamberi për këtë rebelim të popullit të tij. Andaj dërguari as më ka ditë këtë çështje. Pra nuk ka insistuar që sa më shumë njerëz të bëhen, aq më fuqishëm e kam titull tek Allahu xhallahu ala. Po mos më përgjigj, tani zbehet, nuk jam ulul azam, nuk jam rus. Kë ka marr fund, ai ka qenë ulul azam hala pa u kriju. Ka marr fund kjo punë. Ai ka qenë njeriu më i dashur tek Allahu xhallahu ala, edhe askush mos vjen te pas tij. E pse proton kjo? Apo ka qenë ai që ka dashur me ndonë dhuratë me të tjerë. Jo vetëm për vetën time. Ju nuk dini sa mirë kjo dhuratë që Allah më ka dhënë mua. Për këtë arsye, nëse ne kemi përfitur pak nga kjo dhuratë e ndëruar, apo sa duhet insistojmë që edhe familjarët tonë, familjet tona, shokët tonë, miqtë tonë, populli përgjithësi të gëzojnë nga kjo dhuratë që ka gëzuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse thash, kjo është dhuratë kulmi i saj. Pejgamberluku nuk arrihet atë. Prandaj do njerëz fatkeqësisht i japin grada njerëzve apo i dhurojnë titull njerëzve të pejgamberlukut për shkak të disa mirësive që ka mund këtë botë. Disa mirësive duke menduar në atë pikë se këta janë çast mirë
që s'ka të çam i thon këtë njeri. Çash mirë ka bo, pejgamber. Që pejgamberi nuk varet pe mirësisë që ke bo. As pe dijes që ki. Dhuratë që Allahu ja ka dhënë. Prandaj nuk guxon askush. Për këtë arsye ka thonë Ibn Xhauzi rahimullah, të ishte pejgamberlloku grad që mund të arrijm. Dhe kjo grad është në yllin më të lartë, do duhet që shkojë të mirë atje. Po s'është. S'është. Nuk varet nga ambicioni, nuk varet kjo. Mirë, po a mund të përfitojmë tjetër nga kjo dhuratë? Po. Ne kemi përfituar nga ajo. Dhurata e dytë e madhe që Allahu xhallahu ala ka dhënë njerëzve të dhuar është dhurata e mundësisë për të trashëguar. Apo nga se para mendoni mos më qenë mundësia e trashëgimit për një gjenerat, çfarë bëhet? Fiket ai popull më herët. Për në vetë një gjenerat e njerëzve mos me pas asnjëri fëmijë. Mos me pas asnjëri fëmijë. Çka bëhet me ta? Shkatërrohet tërësisht atë. Shkatërrohet tërësisht e gjenerat. Andaj Allahu xhallahu ala ka thonë yehabu limen yasha'u inathan. Shiko, e ka përdor fjalën yehabu. Don pe wahab. Pe kësaj tim dhuran kujt të dhan inathan, famër. Wa yehabu limen yasha'u dhukur. Dhe kujt don i dhuron djem. Shiko, këtu është një dobi kalim të me përmend, kur e ka përmend gjinin femërore, e ka përmend të pashquar. Ka thonë yehabu limen yasha'u inathan, e pashquar. Që këtu pashquarësia nuk kupton mbulimin. Nuk dihet kush është. Po flitet për diçka, po si jam të e pa. Apo ndërsa kur ka ardhur tek gjinia mashkullore ka thonë yehabu limen yasha'u dhukur, e ka bëu të shquart, njër, këta s'ka gale më u pa më u do kapta. Shika, në pen start, gjinia femërore duhet të jetë mbuluar, apo duhet të jetë e fshehur për syve të njerëzve, jo e ekspozuar. Nëse kur ka të dhukur e ka përmend të shquar, se këta s'ka gale këta. Këta e dhukur, këta janë shquar, ta bën këta më pa, këta bën më u do kapta. Edhe pse po flet për fillimin, për beba, për fëmijë të vegjël po flet, ja, apo i po duhet që më kuptojnë ndruar që duhet që pin fillim këtë ndarje ta bëjmë tek fëmijët tonë. Apo se duhet pin start. Nëse Allah të ka vajzë, ti je i kujdesshëm se si po e vesh. Sa je se ka obligim hijabin, normal, se ka obligim mirë, po mësoj e pin fillim vajzën të jetë e turshme. Apo nga se nëse e ka turpin, e ka kujdesin, nesër hijabin e ka shumë më të lehtë. Andaj duhet me ditë se me qenë e turshme, për shembull, edhe në shtëpi, kur të veshet para nëse ka vëllezër ose para dikujt, me mësu më mshef atë. Pse është ai ka 3-4 vjet, 5 vjet, s'prish punë. Edhe pse më e pa nuk ka shëratikisht nuk ka më apo duhet ose trupin përpara, kjo është fëmijë. Po më thonë edukoje në këtë frym që të jetë e shoqëruar me turp, me marrë, me mbulesë. Femrat nuk gjithmonë duhet më edukuar se ti do të më koni mblumë me gjithë. Ti do të më kon pak më larg syve. Edukoje që ashtu. Edhe kur të is rrugës me mësues shmec apo jo si mashkulli. Pa pas veçori caktuara sikur se Allah xhallahu ka krijuar. Pin start. E kur të fillon të numërohet pastaj veprimi i saj dhe dalja e saj në moshën madhore, atë është veç e gatshme. Pa shikoj Allah xhallahu subhanahu Kur'an, më ni shkrojnë të jap menhaj tjetër sa thotë. Më ni shkrojnë të jap udhëzime marramendse për edukim. Ka vetë si ka qit el. Na lezojmë yehabu liman yasha'u inathan, lezojmë Kur'an po kada. Ktu s'ka qit el. Ktu s'ka el inath. Yehabu liman yasha'u al-inath. Edhe gjithsesi kjo komplet është sakt. Me qit elin apo. Nuk e ka qit elin apo. Wa yehabu liman yasha'u adh-dhukur. Ktu ka el adh-dhukur, është. Pse? El kur ka, për shembull thosh kalemun. Kur kalemun laps. Cili laps s'dihet veç laps. Nuk dihet cili laps është kalem. Kur el kalem e ke shquar dihet cili është apo. Apo është i shquar. Andaj shquarësia e bën të njohur, pa shquarësia e bën të panjohur. Andaj shiko e ka bërë femrën të pa shquar, apo që femra është ajo që duhet të jetë më e kujdesshme në shfaqjen e saj, në njohjen e saj, apo në sjelljen e saj. Edhe pse kjo i takon edhe mashkujve, padyshim. Mirë po, kujdesi më i madh dhe më i veçantë këtë tim është për femrat. Andaj këtu kanë yehabu, fjalën wahaba, që është dhuratë komplet për Allah xhallahu ala. Apo është dhuratë Allah të xhel.
Ndërsa kur ka ardhur te kategoria 3 e njerëzve, nëse janë 3 kategori njerëzish, apo ose 4 kategori njerëz, po them kushtimisht shoh. 4 kategori njerëz janë në raport me fëmijët. Ose ata që kanë vetëm vajza, ose ata që kanë vetëm djel, ose ata që kanë vajza dhe djel, au yuzawwijuhum. Apo Allah au yuzawwijum apo bën çifte, vajza dhe djel jep. Ose i bën Allah xhallahu pa asgjë. Kur ka ardhur te kjo e ka përmen u yaj'alu man yashau aqima. Kështu s'ka thonë u yahibu liman yashau al-uqum. Apo s'ka thonë ja dhuron kujt don sterilitetin atë. Jo ka po këndon e bën steril atë. Për të kuptuar se fëmia është dhuratë pe Allah xhalla xhelaluhu. Apo në esencë kreti në sterile. Në esencë kur kush qeni me fëmijë. Në esencë ke çfarë njerëz. Nëse të ka jap, është dhuratë që Allah ta ka dhënë. Andaj sillu përballë fëmijët tënd si një dhuratë që Allah ta ka dhënë. Apo me përgjegjësi dhe me kuptimin e drejtë të kësaj folës wahaba ose wahab. Nëse a është dhuratë prej el-wahab, po e çka është el-wahab? Tham, ai që jap pa kompenzim dhe pa qëllim, por kjo pa kompenzim e ka një kuptim sikur që kam fillim. Andaj dhurata e dhënë nga ana Allah xhallahu ala për fëmijën që të ka dhuruar është edukimi i tij në frymën e drejtë të Islamit që Allahu ta dhuron. Ti i bindur Allahu te bareke ve taala. Këtë pejgamberi të Allah xhallahu ala për këtë ka kërkuar fëmijë. Dhe Allahu xhallahu ala ka plan nga pejgamberët që s'u ka fëmijë. Apo që s'u ka fëmijë pikërisht për këtë çështje. Nga se paramendon fëmijën e pejgamberit, apo mos tjetë në rrugën e drejtë. E pse ka jap Nuhit alsam një fëmijë të rebelum, ngushëllim për tjera që japin 950 orë, apo ai ka 950 vjet i ka. Apo pas sa ka ngu Allah. Kjo është ngushëllim. Apo mos me kone djali Nuhit alsam me shumë marru. Mos me kone Ibrahim, baba Ibrahim alsam kush u ngushëllon apo. E pas pejgambert Allah këtë në rregull familjet, babën, nonën, gruan, fëmijët, këtë në Islam që ka. Apo ku kishte më qenë ngushëllimi aty që se kanë kështu. Andaj çdo kënd e ka sprovuar Allah ndonjë ngushëllim për tjerët, por ky ngushëllim e ka derën e vet. Bëhu si ky pejgamber përballë familjes së tij, arsyetohesh pastaj me sprovën e tij. Mirë, po nuk mundesh të ngushëllohesh me sprovën e pejgamberit, apo nëse se ke bëra që ka bëj pejgamber që ta largon këtë sprovë nga vetja e tij. A shpajtu Nuhi e sa me këtë sprovë? Apo ka rezistu? Ka rezistu. Ti paramena, deri në fund. Ja bunayr kam ma'ana. Ai kurimo ju hyb në nije, valt po shkojnë kanë, o bir jam, hype, hajt këtë diçtar që kam kishatin, kë refuzua, s'e kon me mua, sprish pun, irkab ma'ana, hajde me neve të bële që tash pështa. Deri në dakik të mran. Deri kur? Fa hala bainahuma mawjun. Apo deri sa një dallgë madhe ka përplasja, ka marr djalin, mur fund apo. Edhe pat nuk ndal apo. O pat nuk çka ka thon? Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Apo o Zot, biri jam është pi familjes tan. E premtimi është hak i vërtet. E çka më ke premtuar ti? Më ke premtuar që familjen kam ta pështuar. Ka thon Allah azza jall innahu laysa min ahlik. Sa është e familja jote atë? Shiko sa i sukon rrugën tonë atë. Prandaj mund të jetë një fëmijë i dalën pe dy prindve musliman, por i rebelum, mëkatar, ose naudhu billah, ateist, pabesimtar. Sikur se shumica e komunistëve dhe degeneruve, pikujt kanë dalë, babën Haxhie ka. Në na fal 5 vangte, ai hala konteston çërat themelor të Islamit apo kjo është familje, ky veç emën e ka. Edhe bjem në kati, kur gjës ka ti jepte. Ka thako, innehu lejse min ahlik. Prandaj, familje jote, apo, që Allah të adhuran, e runë këtë familje, që tjetë gjithmonë familje jote, me qka? Me Islam. Sot njerëz mundohen që të arruen familjen me pasuri, apo, t'ja lo djallit këtë hise, t'ja lo fëmijës tem këtë punë, apo, andaj, pse mundohesh? Po, mi e lonë në që këtia, po. Allahu thot nësi i lenë veç pare, lejse min ahlik.
Sa është familja jote kjo apo? Kjo është si kur të merron dikujt atë atje. Ku do më jalon jetën apo? Apo në qoftë se ja kelon dinin, krejt që e kelon masaj i kelon vetit apo. Pra shiko sa preciz, se njerëzit ose kuptojnë bash mirë të rregull që duhet apo. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se idha mata ibn Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kur vdes biri Ademit, këputen punët e tij, përveç dhirose. S'ka më punë mira. U mshet detyra, ecëm, u kry puna. Përveç se në 3 raste. Apo kalon ilm, yuntafa'u bihi. Ilm, jo çdo ilm. Po që ja shojnë harin hallku për atë ilm, se jo ilm, kalon pallavra, kalon gënjeshtra, kalon mashtrime. Kjo është shërna jap. Po ilmun yuntafa'u bihi. Kalon një dituri që njerëz kanë hajër për saj, përfitojnë për saj. Ose kalon një sadakatun xharie, një lëmosh rrjedhse, apo e kalon çka do qoftë që njerëzit më saj kanë përfituar, kanë pas hajër. E zakonisht dietar, apo për shkak se botën arabe gjithmonë ka qenë uji shumë vlerë lart kanë lënë një bunar, apo njerëz pinë ujë për saj. Po kjo edhe të mund të kon bunar, ose çka do qoftë njerëz kanë nevojë për të. Apo që është sadaka rrjedhse lën, edhe kur des aty shkojnë sevapet. Kalon një vend ku mbledhen muslimanë, sa muslimanë mbledhen aty, aty shkojnë sevapi. Apo e kalon një kamerë që ngjizon ligjëratat. Sa ardhi ngjizon ligjëratat aty shkojnë se sadaka xharie. Apo edhe çka kalon, ka thonë waladun salihun yad'u la. E kalon një fëmijë të hajrit. Apo që lutet për të. S'ka thonë fëmijë që lutet për të. Ja. Veç fëmijë që lutet për të shkon sevapi. A kuptot? Për shembull, e kalon njëri djalin e vet, mas vet. E kalon çikën e vet mas vet. Ata s'janë në rrugën e Allahut azza wa jall. Mirë po ata kanë njëra bojnë lutje për babën e tyre që Allahu t'ia falë mëkatet. Kjo a i shkon babës? Kjo është dua që i nështrohet përgjigjes së duas. Allahu xhallahu ala i ka kurrë të përgjigjë duaja. Është thjesht lutje. Nëse Allahu don të përgjigjet, nëse Allahu nuk don, nuk i përgjigjet. A kuptuat? Ndërsa sevapi pse ky veç po lutet, nuk i shkon këtij apo. Ndërsa ai që kalon fëmijë të mirë, mas vete, apo dhe ky fëmijë lutet për të mastina. Sevapi i kësaj lutje i shkon gjithsesi babës ose nonës, edhe pse pastaj për përgjigje duas Allahu zgjidh çka përgjigjet. A kuptove? Do në të pin start, je fitimtar. Nga se kjo është vepër e mirë që qarkullon. E po nëse fëmija nuk është edukuar në familje, apo nuk është uzuar në familje, e tash dikush tjetër, ka dashur Allah xhallahu ora, është bërë sebeb me uzu, edhe këtu nuk e ki këtë përfitim apo. Nga se nuk je ti shkaktar i udhëzimit të tij, nuk je ti shkaktar i bamirësisë së tij apo. Prandaj Allah i jap kujt don jap. E po kur të jap me këtë kuptim, që kjo është dhuratë e vërtetë. Dhe baza e tretë e dhuratave është shëndeti dhe aspekti fizik që Allahu xhallahu na ka dhënë. Dhe kjo mirësi e madhe Allahu ta xhel. Për të arsye edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht është lutur për shëndet, sepse ka qenë shumë i sprovuar këtë drejtim. Megjithatë është lutur për shëndet, që Allah t'i jap shëndet e mirësi, nga se shëndeti është i rëndësishëm në adhurimin e Allahu xhallahu ala. Edhe këtu pse e lutim Allahun për shëndet? Se s'kem qenë në adhurim kërkon? Jo, apo. Prandaj sikurse ka thonë Muadh radhiyallahu ta'ala anhu në fund të jetës së tij, ka thonë kur i ka ardhur deka, e ka qenë i smut pikolerës, ka godit, i ka vdek këtë familja para tij, e ka vdek djali vet Abdulrahmani para syve të tij, në fund këtij ka ardhur vdekja, nga sa është përhap në Sham ku ka qenë Muadh radhiyallahu ta'ala anhu. Muadh ibn Jabal. Kur ka vdekja ka thonë merhaban, mirë se vjen o musafir, që na ke gjetë në mund fukarllëk. Apo s'kena me qitë ushqit mirë, ti e shku të, parëna kur ka shku melekul mauti me marë jetën, me marë vdekën, me marë shpirtin e pejgamberit. Apo çfarë sofre ka qenë e begatshme apo. Ande melekul mauti është mësu me hinë sofra të fuqishme, apo mësu me hinë pallate të natyra, s'po flas dunia llokut apo. Po vepra të mira. E ka thonë te oni etuar, po te oni kimë gjetë kasoll, te oni kimë gjetë varfis, në sofrën tim s'ka diçka të madhe apo. Muadh ibn Jabal, që krejt jetën e ka kushtuar, e ka lshu Medinën, e ka shkuar në Sham për davet.
njeriu më i dijshëm kët umet, s'ka ndonjë ul qiyam dikush që e njeh halalin e haramin, më mirë se Muadh ibn Jabal. Nëse për te ka gjykuar kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a'lamu an-nasi bil halal wal haram Muadh. Më i dituri për halal dhe haram është Muadh. Ndonjë ul qiyam është kjo, ka marr fund kjo punë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Muadh ditën e gjykimit është larg prej ulemave sa shesyni apo. Këtë ulemat e botës, sa janë ku janë të allata, e Muadh është edhe qikaq larg për tyne apëtën. Kjo vlerë e madhe Muadh ibn Jabalit, radiallahu ta'ala anhu. E kur i ka vdekja, apo pas krejt që ka i ka ndodhe, këtë që ka bo, e ka quetur gjendën e tij fukarllëk apëtën. Edhe ka thonë, wallahi, la uhibbul haya. Nuk e du jetën, as nuk e du shëndetin, përveç se për dy gjëra. Për shkak të agjërimit ditën, dhe për shkak të namazit natën. Që kjo më këputë tash, së në falë në mo, e nuk më e agjerej mua. Në besimtari, për këtë dhe në shëndetin e Allah. Dhe në me koni shnor se ka mundësi më agjeru. Dhe në me koni shnor se ka mundësi më falë. Dhe në me koni shnor se ka mundësi fizikisht me ndimu këtë din. Po shëndet, pa qëllim, pëse po këtë më koni shnor? Po mirë dhe me koni shnor, pëse të komi me koni shnor? Zdam kër koni rahatje, flanra, po qështu dhe ka flar të shnor, apo? Andaj besimtari, ka qëllim, pëse ka qëllim me koni shnor? Andaj në ndëruar, unë ju këshilloj gjithve, që ne gjithmonë ta ripërthim njëtin tonë në këto begati dhe mirësi që Allah në ka thonë. Kërkoj fëmijë, i gëzojmë i fëmijëve, apo? Mirë po, gjithmonë me këtë njëtë, o Zotë, valloj veç për këtë punë. Veç që të vazhdojmë projekti i këtij Islam matutje. Unë e kom nisë një projekt në punu, po kam që fëmija me vazhdu, apo? Na e kemi nisë një ndërtes me ndërtu, me bon me të gjyst, këta që i kemi për atë e prishin, këta duhet dikur shjerun. Andaj kem qef fëmijët tonë me vazhdu me ndërtu, matutje ndërtesën e këtij Islami. Për këtë arsye kem qef. Kem qef të jemi të shëndosh për çfarë arsye? Për shkak që të kemi mundësi në mënyrë më aktive dhe më vullnet ta adhurojmë Allahun xhallahu ala. Prandaj dhe besimtari kur shnetën se ka bash në shfryzim se duhet, janë iman Allah pak me smuj aftën. Apo se njëri kur është i smut, Allah ja llogarit veprat e mira që i ka bërë kur i shnosh. Edhe pse tu flajt, e tu pushu. Andaj subhanallah, shikoj rahmetin Allah xhallahu ala, çush e pushon robën e vet ka herë aftën. Apo se njëri vazhdimisht me kon lëvizje, është lodhje. Apo me bë munal vet nga dëshira vet, nalën sevapet. E Allah nuk do më nal sevapet, edhe më pushu apo. Ja çon këtij robë smujen. Edhe pushon, edhe rahat, apo po i shkojnë sevapet. Keq ka qenë duke bërë. Andaj shëndeti, nëse shfryzohet si duhet, edhe kur je smut, ngjesh te Allahu që shnashti. Apo se s'është smut filoni, ala të punuosh, me laçet po çrujnë. Apo plus asoj, kjo është e përkend këtij aspekti. Ndërsa vetveti u smunja, apo sill adhurime të posaçme nga sabri, nga falërimi, nga adhurimi, këto që si ke pas kur e konshnash. Prandaj vallahi njëri nëse e njeh Allahun si duhet, Wahhab, dhuruesin e shëndetit, apo dhe e kupton drejt pse ta ka dhuruar shëndetin, dhe e kupton drejt në çfarë duhet ta shëndon shëndetin, padyshim se çdo gjë në këtë botë pastaj ka kuptim. Edhe fëmia ka kuptim, por edhe mos pasdhimi i fëmisë ka kuptim. Apo edhe shëndeti ka kuptim, por edhe humbja e tij ka kuptim. Çdo gjë ka kuptim. Edhe e ndin për sa afërmi, edhe për zgjedhjen, sa është pejgamber. Po përderisa ka përfituar nga dhurata, që aty jam dikon. Jam afër. Këtë titull s'e marr, padyshim, mirë po, a mund të gradohem në çat kontekst të kësaj dhurate, po mundem. Me kuptimin që s'e kam herë. Ne këtu janë disa indikime që në sjell emri Allah xhallahu ala al-Wahhab. Me kaq po ja po në fund kësaj pjese, vazhdojmë inshallah më tutje në pjesën tjetër, Allah e shpëlbojë.